Mbetet për tu parë. Unë vi nga një konferencë shkencore para pak ditësh, sërish mësova. Njeriu nuk, në çastin që mendon se i di të gjitha, atëherë ka dështuar. Shkolla politike është një shkollë e cila tenton që deputetëve të rinj t'ju japi idenë se si funksionon parlamenti. Ti dhe unë, si gazetar, e njohim nga një këndvështrim. Unë si drejtues institucioni e njoh po ashtu nga këndvështrimi i raportimit në komisionet parlamentare. Mirë po, ai realitet që ndodh brenda atyre mureve të kuvendit, ne shohim se cili është produkti, nuk shohim se si shkon deri tek ai produkt. Rrjedhimisht patjetër kem për të mësuar. Fakti që kryeministri vendosi që të bëhet një shkollë politike, pra të ketë disa leksione për të rrëfyer këtë gjë, zvendëson, ose më saktë nuk e zvendëson, po e zvendëson pjesërisht atë që ndodh gjithmonë. Gjithmonë në çdo legjislaturë të re, gjithë deputetët e rinj kalojnë një 3 mujosh për të kuptuar se çfarë ndodh aty vërdall. Pra, ajo që po bën kryeministri këtë herë për mua është një veprim i zgjuar që përpara se sa të nisi parlamenti, të harxohet sa më pak kohë në legjislaturën e re me ambientimin që është tërësisht i domosdoshëm në realitetin që ka parlamenti shqiptar.